Përzjeni krip dhe vaj ulliri dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Shumë njerëz vuajnë nga dhimbjet e kyçeve pasi qëndrojnë në shumë kohë ulur ose janë shumë pasiv sa i përket aktivitetit fizik. Shumë prej tyre përdorin ilaçe të cilat mund të lehtësojnë edhe problemin, pa e ditur se ato mund të kenë edhe efekte anësore në të ardhmen. Për fat të mirë, nëna natyrë na ka dhuruar produkte fantastike për lehtësimin e komplikacioneve në mënyrë natyrale. Në këtë video do t'i gjeni një mënyrë alternative me bazë vajin e ullirit dhe kripën që mund të përdoret për masazhimin e nyjeve tuaja për të lehtësuar sidomos edhe pas ditëve të lodhshme. Gjithçka që ju duhet është pak vaj ulliri, krip deti, një kavanos për të ruajtur përzierjen dhe pak minuta për ta aplikuar. Vaji i ullirit është i pasur me polifenole që do t'japin rezultate fantastike. Kombinoni një kup me ujë, 200 ml, 20 lugë gjedhe vaj ulliri dhe 10 lugë gjedhe krip. Bëni një masë të njëtrajtshme dhe sipas Step to Health duhet ta aplikoni atë në formë masazhi në nyjet tuaja për t'i qetësuar ato, sidomos në momentet më të vështira.